Grupet e cilat këndojnë këngën tradicionale dhe ato të polifonisë duhet të jenë më të kujdesshëm pasi rrezikojnë të humbasin traditën. Semen Gjokoli, mjeshtër i madh i polifonisë, thotë se tematika duhet të përzgjidhen me kujdes nga këngëtarët që të mos humben vlerat. Sipas Gjokolit, këngë polifonike ka në të gjitha vendet, por ajo e Shqipërisë është një vlerë e shtuar, e vlerësuar dhe e mbrojtur nga UNESCO, dhe nëse duam që kjo traditë mbetet gjallë dhe të vlerësohet, duhet të përkujdesemi për të. Në rast se nuk do të ketë një thirrje, po them unë, dhe një përkujdesje në këtë rast edhe nga institucionet, që të paktën ne kemi detyrim tani që këtë vlerë që është edhe e shpallur edhe si kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit, sepse duhet ta themi, këngë polifonike ka në të gjitha vendet, ka sa të duash, të rralla janë bile ato shtete apo ato kombe që nuk e lëvrojnë polifonin të kënduarit pra pa instrumenta. Por vetëm ne shqiptarët jemi shpallur si kryevepër dhe jemi shpallur pikërisht për veçoritë që kjo këngë ka. Në rast se ne pasaj e degradojmë këtë, atëherë kjo nuk është më ajo kënga që është vlerësuar edhe nga institucionet, po themu prestigjioze të kulturës botërore, siç është UNESCO në këtë rast. Kështu që pikërisht këtu duhet vendosur ai filli ku që duhet i ndaj këto probleme. Sipas Gjokolit, grupet apo këngëtarët e polifonisë mund të marrin pjesë në eventet, tryeza, davete familjare për të kënduar, duke u vlerësuar ekonomikisht, por kurse si kënga nuk mund të kthehet në mall tregu, që kushdo që paguan një vlerë të caktuar mund t'i thuren reshta dhe t'i këndohet. Unë do të thosha që duhet të jemi të kujdesshëm në një gjë, duhet të dallojmë kur kjo këngë ftohet nga institucionet apo nga grupe shoqërore apo po them në një ditëlindje, në një dasëm, në një fest. Kjo po, duhet të shkosh edhe pse jo, edhe të marrësh mbrapsht atë punë që ti bën e tjera si gjithë vlerat e tjera. Po në rast se ne këtë pasaj e kthejmë një këngë që dikush porosit atje, dikush porosit këtu, dikush për një gjë, dikush për një gjë tjetër, atëherë këtë këngë ne e kalojmë tamam sikur jemi në një treg të gabit. Dhe të arrijmë që ne të orientojmë këngën tradicionale në këtë drejtim, do të thotë që i kemi bërë një dëm të madh, jo thjesht asaj treve që këndohet kjo këngë, po i kemi bërë një dëm të madh kombit, sepse këto janë inde të drejt për drejta të trashëgimisë kombëtare. Pra këtë duhet mendojmë. Shpesh vitet e fundit kënga vlonjate, ajo labe por edhe polifonia e trevave ka ndryshuar në tematikat që këndohet, duke i thurur reshta kujt do, mjafton thjesht të paguhet që për ta të këndohet.